pas një rezistencë, një betejë politike afatgjate, kurti nuk është i pamundur. Por çështja është që këta nuk kanë as fuqinë, as koherencën, edhe vazhdimisht bëjnë veprime që e qesin kontradikt me qëndrimet e veta. Edhe autoritar, edhe njëri që po e ngushton demokracinë, edhe më ulën tavolinë negociatave, kjo nuk shkon. Ka ardhur një moment në historinë botërore ku me Hitleri nuk negociua më, me to ki veç luftë. Këtë rast po flas luftë politike, betejë politike, por partitë tona opozitare kanë vetëm koherencë, kanë ndryshimin e qëndrimeve që e kanë për ditë. Prandaj kur ki si performancë dobët, në 100% performancë, kurti kam evituar gjithmonë, edhe unë nuk besoj. Jo pse ka trup elektoral, jo pse është mundur mi marr gjatë përqin kurti. Çështja është që ja mundson opozita, se në fund ditës një filozof spanjoll thotë një shprehje e bukur, thotë nuk o pa i moj Cezarit që do mu bo perandor, pa i është i masave që ja lejoj. Këtë rast masa që na përfaqëson neve është një opozitë sterile, komplet impotente, pa plan, pa projekte, pa kaos. Pra, edhe opozitës Azdren i levërdis të jetë në këtë situatë që është? Në këtë lloj situate krize politike që është Kosova prej një viti? Pra i shkosa nuk ka këtë vedijen për të bërë bashkë dhe për të ndryshuar situatën si që thoni ju? Çështja, nëse nuk i levërdis, të paktën nuk i shqetëson kjo gjendje. Dhe po ti shqetësonte, do shikonim tjera veprime. Imagjinoni tash LDK-ja del, thotë ne ta votojmë presidentin, paku nuk duam qeverisje, kjo është murikthyer të 2021-ta, ku e ka humb betejën, pushteti, opozita me pushtetin. Është pikërisht një senita, kur atë kohë me nisken artnje, mos qëndrimin në sallë i LDK-s, kishte kuptuar zëra të reja. Ne atë kohë e dim, LDK-ja ja Dygjikut, i sapo mandatuar sekretar, ja mundsoi korumin. Pra këta edhe këne e portretojnë fatkeqësi, edhe këne shprehen gatshëm në nënshtrume, mi azgat edhe një mandat qeverisje, kjo përkeqardhje. Prandaj kur kiksi opozitët ti, këta nëse e kanë shqetësinë Kosovën, nuk ish dash në asnjë variant, as mendja mi u shkue që këti mi azgat, mi alon numrat kuvend, edhe mi mundësu që me marrë edhe presidentin, edhe qeverinë për 4 vite të ardhshme, sepse pastaj s'kemi çka rrezon, sepse ai gjatë një numra për qeverinë, i ka me minoritetet jo serbe. Çfarë do veprimi që bën? Ti nuk i numra as promocion shkarkimi pastaj. E kjo mënyrë, ky veprim politik i LDK-s për mua skandalos. Një personi që po e rënon Republikën, po e shkel kushtetuesën në vetdijet plot, edhe këta shprehen gatshëm me javon numrat për me kalu krizën e presidentit. Po e kaloi këtë krizë kurti, nuk ka më çka e nal. Qeverinë ka me numra, kryeqytetarën i ka numrat, për këto i kanë rregulla, aty duhet shumica e thjeshtë që i vjen gjatë një deputet në kuvend, ai i ka këto pa parti qytetare, ai ka ngesë presidenti. Tanë mëse më shfrytëzue, që me rrëzue, me dobësue kurtin të presidenti, ka shprehën gatshëm për kompromis. E me kanë me një njeri që po e shkatron Republikën. Pra, a be kuptoni çfarë kontradikte, a be kuptoni çfarë nënshtrimi total i opozitës. E këne dalin flasin, qysh e cituat ju, që e ngritet me drejt pyetën a shqetësohen. Po çfarë shqetësohemi këta? Këta veç nuk kanë qysh me uruj. Pra, këta janë për ma tepër, ju kanë ngushtuar ambiciot. Ambicia e vetme sot e opozitës është me pas sa ma shumë punë se në kuvend, me fitue jo mo, garat në Kosovë për zgjedhje elektorale përgjithshme kur i kemi, janë kushoj i dyti i treti. Azdren, teksa të dëgjoj ty, më duket sikur flet për Partinë Demokratike në Tiranë, e cila lufton për të patur ekskluzivitetin e partisë më të madhe opozitare, jo për të ardhur në qeveri. Duket e njëjta situatë edhe në Kosovë, aty opozita konkuron me njëra tjetrën kush do ketë ekskluzivitetin për të patur më shumë numra në opozitë dhe jo për të shkuar në qeveri. Pikërisht pra, gabimet që i ka bërë PD-ja nga 2013 deri më sot, po i bën tek ne opozita me PDK e me LDK. Edhe ato reformat, atko që i thoshin reforma, kur u katapultua Lulzim Basha, sekretar Kukull, tek ne u katapultuan sekretar Abdigjiku e Memli Klasniqi. Dy figura gjoja urbane për me i pëlqyje elektoratit të vetëvendosjes. Imagjinoni, ndërkohë reforma atyne ka pasuar me një rezultat fatal. I kanë përjashtuar nga partia krejt njerëz që me vite ja u ka atakuar vetëvendosja. Pra ky edhe moralisht i ka mund. Prandaj kur ti e projekton të ardhmën tënde si pas shijeve të kundërshtarit, që është gati 3 fish më i madh se ti, atëherë lojën